Mbrëm rreth orës 18:40 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personat DD 34 vjeç nga Brilepi dhe IA 37 nga Manastiri. Ata janë raportuar nga futbollisti i klubit futbollistik Struga Trimlum, MR 30 vjeç nga Brilepi, se rreth orës 18 në stadiumin e qytetit në Tetov, pas ndeshjes së futbollit ndërmjet klubit futbollistik Shkëndija dhe klubit futbollistik Struga Trimlum, është sulmuar fizikisht në një automjet me targa të Prilepit. Sipas raportimit, pasi që MR po dilte nga stadiumi, ka vënë re personin DD të cilin e kishte njohur që më parë dhe i njëjti e ka thirrur në automjetin me të cilin ka qenë dhe IA pas së cilës është sulmuar fizikisht. Ata po mbahen në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:40 në stacionin policor Gostivar, KSH 40 vjeç nga Gostivari ka raportuar se bashkëshortja e tij, LSH 32 vjeç, ishte larguar nga shtëpia e tyre familjare, po merren masa për gjetjen e personit.